Ashtu si që pritej protesta kombëtare këtë shtu në Rjollë dhe shoqëruar me incidente dhe përplasje, banorët e Rjollë dhe qytetarët e shumët në protestë hoqën një pjesë e muajit rrethues. Me pas qytetarët tentuan të futen në kantinë ndërtimit ku nuk munguan përplasjen e policinë. Banorët u shprehën se do vijojnë me rezistencën e tyre. Aja që unë njej në shpirt se nuk kam pronë as kur i sento. Unë e veri, se po t'jesh kriminel, po t'jesh oligart, po t'jesh i pushtetit, rruhesh me polici. Një shok i tyre para javët në Gjirokastër u vra, se shkove me i makinë policie që jesh nyshin, i makinë mërdhejton, 27 fugona policie që të rjollë. Ajo që mu më lem shpirt, është, kemi një qeveri pushtet. Aja duhet i thojnë banorëve, përbalë me ligjin, dhe pak e në me ligjin, zot mu neshtu me ba viktim njerëzit. Unë nuk droha pëse ka thamë kryeministri i vendit, për Ervish Shkamin, po nëse dikush ka ba ligjin Shqipëri, dhe me i diftu policis, me i diftu marë Shqipëris, se ky vend bat, vetëm atë formë, ka ba Ervish Shkami. Dhe po jo thamë, lutet, jam të holvet, personin fjallë, medje direkt, mësë të tjede shoni medjet, medje direkt, personin fjallë, ka kënë person si nuk e kam gjohë dhëmlimet, por ama, drejtësia shqiptare është i kjo. I kjo drejtësia shqiptare që nesër çdo ditë me popullin e varfën. Më vartë të Rama më marë prona që unë të gazet, jam 100% i binun, se keni me i hek uniformat, keni me kap automatikun, edhe kemi dalë mbrojtjet pronave toja. Kështu si lëni banorët e Rjollit, futen, vazhdojnë punën e vetë, se 500.000 lek, 600.000 lek keni me marë rrugë, edhe këto keni me marë për faqet zezë. Na deri që të bani, i tu na keni. Largonju, na hjekni qafet. Nuk u kena gjanë bërqë, largonju. Largonju. Ju thonë me të bje, largonju. Ata që kanë punë me ne, vinë këto. E të balaraqojnë me ne. I tu ne kalon gjyshi. I tu këna kalon një pari. I tu a kena ble me flori. Edhe nuk dërzona deri si të dalin shpirti. Na dalin shpirti ku me marë. E shikoni se që përnë ata sa po viktu, vendosin tena me gjemba, vendosin kangjëra dhe beton, se tokën që të parë ta kanë jetu me sakrifik, dhe kanë respektu qdo gjarës që ka jetu këtu. Më thoni ku të vinë shpet tani, ku të kalojnë gjarësa që kanë jetu për vitesh këtu, apo të jau lejmë oligarkëve. Rjallon nuk të lejojnë të qa. Sot të rjallon e që Shqipëria, jena pas me nuk të tërhiqëna, deri sa kjo të klasësh e korruptume politike të shporën. Në fundet të hoqën dhe tëret me gjemba që ishin përdorur si rrethim.